Në 12 vendet ku jemi në ballotazh kemi jashtëzakonisht potencial të madh që të fitojmë, për shkak se tani edhe zvoglohet zhurma ndërmjet asaj që ka qenë listë e kandidatëve, dhe kandidatët e vetëvendosjes mund të vinë në me planet e tyre, drejt për së drejti në komunikim me qytetarët, po edhe me mediat, për ofertën që ka kandidati ynë në këto zgjedhje, në raundin e dytë. Përderisa në raundin e parë ka pas një diversitet e zhurmë shumë të madhe, në kuptimin e fjalëve, rrjeteve të interesit, lidhjeve me bizneset e tjera, tani është e qartë. Gjithashtu, mendoj që është shumë e lehtë shihet se kush me kë po bën marrëveshje, të heshtur apo të drejtë për drejtë, dhe lëvizja vetëvendosje nifet që të ketë një koalicion të drejtë për drejtë me qytetarin, jashtë grupeve të interesit që kanë ekzistuar si rezultat i keqeverisjes dhe orientimit të fondeve në nivelin komunal, të ndërlidhura me nivelin qendror në të kaluarën. Çdo cikël zgjedhjeve si një evolucion drejt të mbarës edhe politikës si art i zgjidhjes së problemeve, jo si art i keqmenaxhimit ose mbulimit keqmenaxhimit edhe manipulimit të votës. Sigurisht që po të ishim në një situatë ku partitë tjera janë reformuar plotësisht, edhe e kanë mendjen tek qytetari e jo tek manipulimi i buxhetit, sigurisht që koalicionet do të ishin të natyrshme, por me që kemi ende të bëjmë me struktura që janë realisht ato që janë fajtores, që edhe sot flitet për kanalizim me ujësjells, e nuk flitet për pianën e për violinën e për shkolla, nuk flitet për zhvillim qëndrueshëm ekonomik lokal, por flitet për sigurimin e transportit për nxënës, që duhet të ishin shërbime që ofron qeverisja lokale me çdo kusht, e jo si plan politik për zgjedhje mas 20 viteve, sigurisht që vjen pa e do duhej patjetër që koalicioni me qytetarët jetë prioritare primar për raundin e dytë. Edhe sot nuk po mundet opozita ndërtoj kauza mbi çështje përmbajtësore e reale të politikës Kosovës, kriza globale me cilën po ballafaqohemi edhe ne, sidomos kjo puna e rritjes të çmimeve, që në fundit mund të jetë edhe spekulative në nivelin global, për shkak se rrjetet e fuqishme mund të përdorin kohën e post-pandemisë për të përfituar profitin që e kanë humbur gjatë kohës së pandemisë. Nuk përjashtohet, po kjo është e tëra spekulative. Ajo që është reale është se çmimet janë duke u rritur në gjithë globin si pasojë e një normaliteti të ri në cilin është duke u ndodhur ekonomia globale. Kritika e opozitës mendoj që duhet të orientohet këtu. A jemi duke i bërë masat, politikat e domosdoshme që Kosova të adaptohet dhe të mitigojë efektet e krizës globale, e që unë mendoj që do të mënyrë serioze ndërtojmë konsenzus nacional për drejtimin që do të bëjmë, sidomos në sistemin energjetik, por jo vetëm. 10 vjetëshi i kaluar e ka sjell dialogun në një pikë i cili ka bërë më shumë jo produktiv se sa që ka tregu shtytje për përfundimin e procesit dialogut. Çfarë do të thotë kjo? Janë dy momente të rëndësishme që duhet të kenen parasysh. Fakti që Serbia ka përdorur për 10 vjet dialogun për me prolongu procesin e normalizimit të marrëdhënieve, i ka shku për shtati vetëm një në spal, këtë rast Serbisë, që do thotë janë ndaluar njohjet, edhe është ndaluar Kosova në procesin e integrimit evropian. Sepse gjithçka që është bërë, njohjet, shtetet që nuk na kanë njohur kanë thënë po presim për rezultatin final dialogut, e mandej e bëjmë njohjen, dhe marrëveshja stabilizim asocimit, nëse e lexoni me kujdes, varet në çdo hap të realizimit kundrejt raportit dialogut Serbi-Kosovë. Dhe kjo rrjedhimisht i ka dhënë një fuqi jashtëzakonisht madhe Serbisë ndaj dy proceseve të rëndësishme në Kosovë, njohjet dhe integrimit evropian. Pse Serbia do të bënte ndonjë hap pozitiv në rritjen e marrëveshjes normalizimit, kur ne jemi peng nga marrëveshjet e kaluara, ne jemi peng të asoj se çka deklaron Serbia në raport me dialogun. Dhe kjo është një prej detyrave kryesore që duhet bëhet duke e
shkoqitur, duke e nda procesin e integrimit evropian, edhe procesin e njohjeve nga rezultati final i dialogut. Dhe unë mendoj që këtu është bërë përparim jashtëzakonshëm duke e bërë dialogun në një, si të themi, reset, ku çështja e atyre që janë të zhdukur me forcë gjatë luftës, nga ana e Serbisë, tjetë çështja prioritare me cilën më Serbia nuk mund ta shantazhoj Kosovën edhe ta mbaj Kosovën në gjendjen që e kanë mbajtur për 20 vite. Si organizatë jo qeveritare, Asociacioni i Komunave Sërbe mund të organizohet kurdo, por jo kundër vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila e ka gjetur vendimin, marrëveshjen si jo kushtetuese nëse më kujtohet, mbi 22 pika. Nuk ka pushtet tret në Kosovë, nuk ka asociacion me të drejta ekzekutive njëetnike, edhe institucionet çfarë janë, do niveli komunal edhe niveli qendror, janë të mjaftueshme për të realizuar të gjitha të drejtat që qytetarët, pavarësisht përkatësisë etnike, duhet t'i kenë edhe për brenda standardeve evropiane. Nuk mund të vazhdojmë të bëjmë kompromise në rastin e asociacionit që do e cungoj funksionalitetin e shtetit edhe do ta krijojnë në një farë forme ose tjetër një Republika Srpska për brenda Kosovës.